soil. Po, faleminderit, zoti Domani. Thank you, Mr. Domani. Lejtimi faktikisht ka nisur bazuar në Shqipëri, me bazuar në informacion spontan të dërguar nga autoritetet finlandeze në SPAK. Mbasi ata kishin konstatuar shtetat shqiptare të përfshirë në aktivitet kriminal. Në Shqipëri u regjistrua menjëherë procedimi penal. Në kontakt me autoritetet finlandeze u vendos dhe vëra dakord të kryejnë një skuadër të përbashkët hetimore. Që u finalizua shumë shpejt, në 2-3 muajve nga momenti i parë. Dhe pastaj 2 vjet të rresht punë e përbashkët, takimet përbashkëta, shkëmbim informacioni i përditshëm. Dhe kemi ardhur në ditën e sotme që kemi këtë rezultat të aksion që ne po bëjmë prezent. Nga kjo çështje, po nga ky hetim, paktën ne kemi nxjerrë disa, si thosh, themi tipologjie, po disa problematika që në radhë parë tregojnë shtrirjen dhe shpërndarjen e aktivitetit kriminal të shtetit shqiptar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Out of this investigation, we have already identified some problematics concerning the criminal activity of Albanian citizens abroad. Pra përfshirje nga Shqipëria drejt Finlandës, përfshirje nga Spanja drejt Finlandës të aktivitetit kriminal të shtetit shqiptar të përfshirë. So the involvement of Albanian citizens in criminal activity, starting from Albania to West Finland or from Spain to West Finland. Kemi arritur të kemi sukses duke përdorur metoda speciale të hetimit gjatë gjithë periudhës. We were successful also in implementing covert investigation methods during the whole period. Dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe dakordsinë në veprimet që do kryejmë rast pas rasti dhe hap pas hapi. And every time we agreed with each other on the next steps during the investigation. Ajo që mund të themi tjetër është që ky fenomen i konstatuar jo vetëm këtë çështje, por edhe në çështje të tjera të krimit të organizuar, pra që aktiviteti i shtetit shqiptar është i shtrirë shumë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, e bën të domosdoshme një qasje të SPAK-ut në këtë drejtim shumë aktive, shumë proaktive. The criminality of Albanian citizens is also taking place abroad. It requires a very active and also immediate reaction from the state. Dhe çështja konkrete, pra besimi që autoritetet finlandeze treguan duke na dërguar informacionin fillimisht dhe pastaj duke vazhduar aktivitetin bashk, e tregon që jemi në të njëjtin hap, në të njëjtin ritëm për të luftuar krimin organizuar. The trust demonstrated by the Finnish authorities by sharing the information with us, by contacting us and cooperating with us, shows that we are on the same path and with the same rhythm in the fight against. Zyra e koordinimit të vendeve nordike që ka një traditë të gjatë në Shqipëri, bashkëpunimi me SPAK-un, të plot që nga krijimi dhe deri tani, shumë suksesshme, ka qenë aktive dhe shumë patjetër duhen të falenderoj. I would appreciate and also thank the notification office for being very active and very cooperative with SPAK since the beginning of the creation of the office in Albania. Besoj kolegu Shehu pastaj do vazhdojmë edhe pak me pjesën tjetër. Përshëndetje të gjithëve. Siç e theksoi dhe prokurori Kraja, hetimi ka filluar mbi bazën e informacioneve të ardhura nga autoritetet finlandeze. Nga ana jonë është vlerësuar ky informacion dhe në qershor të vitit 2023 është regjistruar dhe procedimi penal. Në lidhje me vepra penale të kryera në kuadër të krimit organizuar, në kuadër në fushën e narkotikëve, për trafik, prodhim, shitje, shpërndarje, magazinim, fakte të cilat ishin konstatuar në Finland. Bashkëpunimi u shtri më tej dhe në fund të muajit nëntor të vitit 2023 u arrit të krijojë dhe skuadra e përbashkët hetimore. Realisht hetimi deri më sot ka qenë krejt i fshetë, jo i hapur.
Menjëherë pas krijimit të skuadrës përbashkët hetimore, nga ana e prokurorisë posaçme, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe hetuesit e oficerët e policisë gjyqësore dhe drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, drejtorisë së krimit organizuar dhe drejtorisë së forcave operacionale kanë vazhduar pa ndërprerje veprimet hetimore. Janë përdorur metoda pa ndërprerje, metoda speciale të hetimit, duke filluar nga përgjimet dhe gjithashtu është në vazhdimsi veprimtaria e personave, duke qenë se veprimtaria e personave të implikuar në këto vepra penale vazhdonte në Finland edhe pas krijimit të skuadrës hetimore, nga rezultatet e përgjimeve të përfituara në Shqipëri, janë shkëmbyer në vazhdimsi informacione ndërmjet nesh dhe autoriteteve finlandeze. Gjë që ka sjellë si pasojë dhe zbulimin dhe kapje të sasive të tjera lëndësh narkotike edhe gjatë vitit 2024. Shkëmbimi i informacionit me autoritetet finlandeze ka qenë edhe ai pa ndërprerje, pothuajse për ditë, komunikimet e hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit, dhe në përfundim të këtyre veprimeve u arrit dhe përcaktimi i ditës së aksionit, se kur do të bëhej goditja. Dhe kjo është në marrëveshje të përbashkët me përfaqësuesit e autoriteteve finlandeze. Nga ana e prokurorisë posaçme, gjatë muajit maj është dërguar kërkesa për caktim mase sigurimi për 11 persona dhe nga gjykata e posaçme e shkallës parë në korrupsion dhe krimit të organizuar me vendimin numër 52/26/2025 është pranuar kërkesa e prokurorisë posaçme duke caktuar masa e sigurisë për 11 personat, arrest në burg, parashikuar nga neni 238 i Kodit të Procedurës Penale. Menjëherë, nga ana jonë janë nxjerrë prokurorët e posaçëm, janë nxjerrë urdhrat e ekzekutimit, duke ngarkuar me zbatimin e tyre hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit. Ora dhe data e aksionit janë biseduar gjëre gjatë dhe u caktua që aksioni të kryer në orët e para të mëngjesit të datës së sotme, në dakordsi edhe të autoriteteve finlandeze, pasi në këtë aksion kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të policisë finlandeze. Si rezultat i veprimeve të shpejta, u bë mundur zbatimi i masës sigurimit deri më tani i 9 personave. Dhe po vazhdon puna për të bërë të mundur dhe arrestimin e 2 personave të tjerë. Gjatë zbatimit të masave të sigurimit nga oficerët e policisë gjyqësore dhe hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, është bërë mundur sekuestrimi i disa automjeteve, konkretisht 8 automjeteve, telefona celular dhe shumë dokumentave, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre konsiderohet me vlerë për hetimin, pasi janë dokumenta në gjuhën finlandeze dhe ka të dhëna në lidhje me aktivitetin kriminal të vetë personave. Pas kësaj, bashkëpunimi jonë me autoritetet finlandeze do vazhdojë. Hetimet tani janë të hapura ndaj personave në hetim. Dhe ky hetim i jonin, meqense
do vazhdoj me hetimet të hapura, do vazhdoj dhe hetimi pasuror, krahas për të gjithë personat e identifikuar. We will carry out investigation into the length of the persons arrested and implicated. Detajet në lidhje me aksionin mund t'ju japin përfaqësuesit e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë në terren, se ne punonim nga zyrat. Representatives of the Albanian State Police. Faleminderit. Thank you. Ja kaloj fjalën zotit Rizal. I'll pass the floor to Mr. Rizai. Në këtë parë përbashkë të mëre, jo vetëm gjatë fazës së ekzekutimit të masave të sigurimit, por gjatë fazës së një pjesë të konsiderueshme të Today, but also before. So we really appreciate the dedication of the